Zoti Rama duket se reflekton, ka një komision në parlament, që drejtohet nga zoti Xhafaj për mbikëqyrjen institucionale dhe do ka tentoj kërkuar të rrisin kontrollin pikërisht mbi institucionet. Ajo ishte pjesa e butë ku ai akoma priste një farë mbështetje apo një farë shkelje syri. Në momentin kur ai e kuptoi që jo, këto janë vendosur absolutisht kundra, sepse rasti Balluku, dosja rastit Balluku, prandaj them, është shtyr në maksimum nga spaku i orientuar nga politikat Biden. Se rasti Balluku po parashkruhej dhe dosja është hapur javët e fundit para se të parashkruhej ajo dosja për tunelin në Llogaras që janë 50 milionë euro nga parat tona. Dhe është bërë patjetër me kërkesë dhe me shtysë të tyre. Kush ka informacion këtë e din shumë mirë. Dhe ky është realiteti i shkruar, prandaj kam marrë çështje dhe kapitull zonjës Balluku. Zoti Xhafaj ishte një metodë pak më kamufluar që përdori Edi Rama për ta vënë në kontroll SPAK-un dhe GKK-un, që unë mendoj që unë jam njëri institucional dhe duhet i besoj institucioneve. Dhe institucionet duhet të funksionojnë, por ato elemente brenda institucionit që nuk funksionojnë duhen përmirësu, duhen zëvendësu, dakor? Se mu institucioni spital nuk mbjen poshtë se janë dy mjek të korruptuar, i ndrojmë ato dy mjek. Spitali mbetet spital. Njëjtë koncept kam për SPAK-un, GKK-un, apo çfarë do lloj institucioni tjetër. Se çfarë do themi ne nesër që Ministria e Shëndetësisë nuk është institucion, vetëm se kishte një Ilir Beqa që abuzonte me koncesionet e shëndetësisë, jo ishte Ilir Beqa problemi. Ishte gjithë zinxhiri komandues. Patjetër. Mo pas Ogerta Manastiriu, Albana Koçiu, Evi Salat ashtu me radhë. Po jo institucionin vetë. Tashmë që është një profesore e cila vjen nga fusha e mjekësisë, mund të kemi e shihni si një sinjal pozitiv? Fatkeqësisht jo, sepse në vetë deklaratat e saj, ju besoj mbani mend vetëm pak kohë më parë, dha një deklaratë kur u pyet drejt për drejt nga zoti Fevziu në emisionin e tij, a keni një shpjegim pyeti ai për pse janë rrit kostot e ilaçeve? Shpjegimi ishte që jo nuk e di, thashë ndoshta nuk kam nevojë vetë për ilaçe, tha, dhe nuk e di që u ka rritur çmimi. A prit, është përgjigje kjo nga Ministria e Shëndetësisë? Ajo e firmos listën e bardhave. E firmos ajo personalisht. Kaq do mjaftonte në një vend normal demokratik, Ministria e Shëndetësisë jepte dorëheqje dhe largohej. Dhe ishte largu kryeministri. Diçi nga e paaftë. Pra ti nuk e dike që çmimet e bardhave varen nga Ministria e Shëndetësisë? Nuk e din kaq dhe ti mendon. Pra, le të shpresojmë që kemi të njëjtën smundje që do ketë Ministri i Shëndetësisë, sepse ndoshta në këtë mënyrë mund të kemi një farë tutelimi për saj, po se pata atë smundje, harroj që ajo të ndihmon. Pse? Pra në këtë vazh ju mendoni që ndryshimet e ministrave në qeverinë edhe riformatimet aktuale që janë bërë nuk kanë për të ndryshuar vizioni është i rëndësishëm. Për ne është i rëndësishëm vizioni dhe misioni. Dhe nëse ju doni të shihni vizionin dhe misionin e një qeverie, shihni buxhetin. Buxheti i shëndetësisë, po marrë shëndetësisë, kryeministri patjetër 30 vjet, 35 vjet. Po patjetër, mos e shive. Më i lartë është se normal GDP-ja e një shteti rritet me kalimin e kohës, inflacioni rritet me kalimin e kohës. Kemi edhe këtë ndryshim tash i euro-lek që na favorizon neve për karshia tyre. Përmendi shëndetësinë specifikisht, përveç se më i lartë si buxhet, sa më i lartë i shëndetësisë si përqindje flas në raport. Po ju jap un përqindjen bazë, dhe po ju jap vetë se shihim. Unë nuk merrem shumë me fjalimet në politikë, merrem me veprimet. Edi Rama në 2013 pati premtuar që shpenzimi publik shtetësi do shkojë 5% e prodhimit brendshëm bruto. Dakor?